Mirëmbrëma nderuar shikues, ja ku jemi në podcastin e Senës, sot ke Gjeokult. Siç e kemi bërë tradit, sot do të flasim me linguistin e njohur Albert Nikola, i cili nuk është i linjës akademike, kam fjalën për Akademinë Shqiptare, por ka interpretimin e vetë në lidhje me çështjet e gjuhësisë, sidomos të gjuhës shqip. Ja u kemi prezantuar që në emisionin e parë që është i njohur me shumë studime në lidhje me gjuhën shqipe në Evropë, në bibliotekat e ndryshme të Evropës, dhe është një linguist shumë i njohur në katedrat e ndryshme të gjuhësisë në vendet të ndryshme të Evropës, ai jeton tashmë në Bruksel. Para se të fillojmë, doja të kujtoja të gjithë ndjekësve të emisioneve të podcastit Okult, mos harrojnë të bëjnë një subscribe me qëllim që t'ju ndjekim ne dhe mos na ndiqni ju. Dhe t'i bëni sigurisht like videove tona aty ku juve ju pëlqejnë. Mos harroni. Dhe njëkohësisht dua të falenderoj gjithë sponsorët e emisionit ton, pa të cilët funksionimi i podcastit ton sigurisht që do të ishte shumë i vështirë. Këta sponsor janë zgjedhur në fushën e tregtimit të mallrave dhe të ofrimit të shërbimeve, ndër shumë kërkesa që kanë ardhur në podcastin jon, si më cilësorë dhe më të mirët, mjafton të shikoni adresat kur ne nxjerrim reklamat e tyre në fund të ekranit me irshirit. Juve aty keni adresa dhe numrat e telefonave dhe mund të kontaktoni me ta për çdo problem dhe kërkesë që ju keni në lidhje me ta. Mirë, po fillojmë me njerë me të ftuarin e zakonshëm, të cilin nuk e patëm javën e parë për disa arsye objektive dhe mungoj mbas 2 herësh që kishim qenë bashk. Sot është java e tretë që ne do të bisedojmë në lidhje me aspekte të ndryshme të gjuhës shqipe. Albert, mirëmbrëma dhe mirë se më ke ardhur përsëri në emisionin tonë. Është kënaqësi që përsëri u lidhëm bashkë për të zhvilluar emisionin e tretë. Mirëmbrëma. Desha të them që duhet të sqaroj për publikun që unë i takoj linjës zyrtare europiane. Do të thënë jam indo-europianist, i linjës zyrtare europiano-perëndimore, por sigurisht nuk kam asnjë lloj kontakti me asnjë lloj akademie në Shqipëri, përfshi këtu Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, nuk kam pasur kontakte, as nuk kam marrë pjesë në aktivitetet e saj, as në Akademinë Alternative Rrënjëtona nuk jam antar dhe nuk kam marrë pjesë në aktivitetet e Akademisë Rrënjëtona. Unë kam marrë pjesë vetëm në aktivitetet e Institutit Ndërkombëtar Nacional, i cili drejtohet nga Mujo Buqpapa, dhe aty kam publikuar veprat e mia në Shtëpinë Botuese Nacionale dhe kam dhënë intervista për Gazetën Nacional për dienit lexuesve. Sa i takon pyetjes që ju shtruhet, duhet të them se unë jam marrë me gjuhën shqipe nga të dhënat që na jep, kam rënë kontakt me të dhënat që ka Instituti Universiteti Minjut, ka publikuar disa dhëna rreth marrëdhënieve të ndryshme të dialekteve të indo-europianishtes, dhe aty kam konstatuar që gjuha shqipe përdorej si gjuha model për të shpjeguar të gjitha dialektet e indo-europianishtes. Ka qenë viti 2002 dhe nga ky moment jam përkushtuar kësaj rrymë europiano-perëndimore dhe kam mbajtur kontakte me profesorë të katedrave të ndryshme si në Angli, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në Europë, dhe kam shkëmbyer mendime rreth gjuhës shqipe. Po, Albert, dëshiroja të filloja me një pyetje që besoj që do ngjall kurreshtje për shikuesit specifik që ka kjo lloj rubrike në podcastin jon. Ju keni thënë në emisionet e para që gjuha shqipe është një gjuhë e pastër natyrore. Mund të ma thelloni pak të shpjegim, sepse
e keni prekur disa herë cekazi, por nuk keni shpjeguar pse gjua shqipe mund të quhet një gjuhë e pastër natyrore. Çfarë ke dashur të thuash me këtë fjalë? Po, do të them që nga lindja e gjuhës shqipe, domethënë lindja e bërthamës saj, që ndarja e saj në dialekt dhe pastaj dialekt të indo-europianishtes dhe pastaj në gjuhë më vete, që nga ai moment deri në vitin 1972 kur është bërë kongresi i standardizimit të gjuhës, në gjuhën shqipe nuk ka pasur asnjë lloj ndërhyrje të jashtme. Ajo ka qenë një gjuhë e zhvilluar krejtësisht në mënyrë natyrore, ka qenë një ka qenë dhe është një gjuhë muzikore, domethënë gjuhë muzikore është vetëm gjuha mandarin aktualisht që flitet në Kinë dhe gjuha shqipe versioni geg i gjuhës shqipe. Pra që nga prehistoria deri në vitin 1972 nuk ka pas ndërhyrje në gjuhën aktuale që ne folim, kurse sa herë ka pas ndërhyrje në zona të ndryshme mbi gjuhën shqipe kanë prodhuar gjuhë të tjera. Për shembull, ka qenë ndërhyrje e Pisistratit në shekullin e 6 para Krishtit që urdhëroi që të bëhej një gjuhë standarde dhe janë dokumentat e parë të standardizimit të gjuhës të publikuara nga Universiteti i Oxfordit dhe pas standardizimit ne patëm atë që quhet greqishtja e vjetër, e bazuar në versionin antik të Athinës dhe lindi u ndryshua dhe u bë një gjuhë tjetër. Pastaj pati një standardizim në Rom, edhe këtu për qëllime ushtarake dhe qëllime tregtie, për të krijuar një gjuhë elite, dhe në këtë moment kur u ndërhyj prap gjuha ilire e Italisë u transformua në gjuhë latine. Pra çdo herë që ka pas ndërhyrje në gjuhën shqipe është prodhuar një gjuhë e caktuar, kurse në shqipen aktuale që kemi ne, dialekti geg ka ngelur një gjuhë muzikore, ndërsa dialekti tosk është zhvilluar dhe ka kaluar në një gjuhë shumë moderne dhe shumë fleksive. Mund të themi që veprat e shkruar në dialektin tosk, për shembull nga Stereospase apo nga Mitrush Kuteli apo nga Ismail Katareja janë nga gjërat më të mrekullueshme që ka gjuha shqipe. Pra, gjuha shqipe i ka qëndruar natyrës deri në vitin 1972. Në vitin 1972, si gjithmonë ku ka diktatura, sepse edhe Pisistrati ishte një ndër diktatorët e lashësisë, ku ndërhyn diktatura, krijon standarde dhe krijon probleme me gjuhën, dhe nga ky vit pastaj ne u vendos një standard, por gjithsesi pavarësisht nga problemet që ka, përfaqësimi i gegnishtës me toskrishten në standard janë në masën 50-50, sepse duke qenë një gjuhë shumë primitive fillestare, gegnishtja është kryesisht një gjuhë që prodhon fjalë të reja dhe është shumë e saktë në krijimin e fjalëve të reja. Mund t'ju jap një shembull thjesht. Për shembull, ne marrim foljen punoj, që e kemi fjalën pun plus oj, që është prapashtesa, por nëse e kthejmë në krahun tjetër, ne mund të bëjmë edhe një pyetje. A ke noj pun në gegnisht? Noj do të thotë a ke ndonjë punë, është ndonjë. Pra, edhe ato që quhen matrica gjusore, parashtesa, prapashtesa apo ndajshtesa në shqip, kanë një kuptim të caktuar semantik dhe marrin në gjuhën shqipe që është shumë flektive, marrin një kuptim të jashtëzakonshëm e parapunës. E dyta punës, shkaku pse gjuha natyrore është gjuhë e natyrës, sepse të gjitha modelet e fjalëve janë të huazuara nga natyra. Për shembull, nëse marrim ne atë foljen a, që është e gjuhës shqipe, ajo është marrë nga habitoria. Njeriu kur habitet bën atë shprehjen a, edhe është kthyer në folje dhe është përdorur si folje nga njeriu primitiv. Po këtë folje e ka ruajtur, këtë version e ka ruajtur gegnishtja. Ndërkohë që është ruajtur në formën Për cilën folje e kishte fjalën? Foljen a, është. Është, po. Është. Po në njëjtin version ka ruajtur zona e Lavërisë foljen ë.
kur i thua ti, a është kjo, ai thot është, domethënë, Po. në labëri. Pra, në gjuhën shqipe ka element të mëdha të natyrës. Pastaj janë fjalët onomatopeike, të cilat i ka ruajtur me fanatizëm gjuha shqipe, për shembull, është fjala shi, që vjen nga zhurma e shiut. Është fjala ujë që vjen nga zhurma që bën zalli kur ikën, ujë në zall, në lum kur ikën tutje, bo edhe i ka vënë emrin ujë. Ujku, BU kur del hëna bën u, ja ka vënë emrin ujk në bazë të asaj Albert, që bën. unë mendoj që fjala ujë mund të ketë lidhje me një karakteristikë që ka ujë, që është gjithmonë që unjet ulet nga lartësitë, nga malet, unjet poshtë derisa shkon ke detet. Ka dhe një shpjegim të tillë, domethënë ujë që unjet, ai që unjet. Kjo, në qoftë se ne do ta pranojmë këtë shpjegimin që uji unjet, atëherë i bie që njeriu primitiv që nuk ka folur, se ai i pari s'ka folur, s'ka pas një gjuhë që të bëjë një marrëveshje me tjetrin që këtë do ta quajmë u. I bie që ai këtë folur një gjuhë tjetër për të vendosur këtë gjuhë. Domethënë nuk është sepse nuk ka pas ku ta mori, e ka marrë nga natyra. Ti thua që fjala ujë është më e rëndësishme dhe ka dalë më përpara se sa të dilte folja ulët, unjet. Po, po pastaj nga folja, nga uji, pastaj ka dalë edhe kjo unjet. Ndoshta, mund të jetë kundër. Fjalët e para janë marrë të gjitha direkt nga natyra, se njeriu s'kishte gjuhë, nuk mund të merrej vesh, atëherë imitoi natyrën dhe mori fjalët e para nga natyra. Krijoi një gjuhë bazike, e cila krijoi hapat e parë të komunikacionit dhe të komunikimit, dhe nga kjo gjuhë bazike pastaj ranë dakord që mund t'i quajmë edhe disa fjalë kështu, ose megjithatë në gjuhën shqipe nuk ka fjalë me arbitrazh, me marrëveshje. Gjuha shqipe i ka të gjitha fjalat me të marra nga natyra dhe domethënë, por gjuhët e tjera që kanë ardhur pas shqipes, me sa duket, kur njerëzit kanë filluar të merren vesh, kanë vendosur që t'i quajnë me arbitraritet, të gjejnë fjalë të ndryshme dhe t'i quajnë me arbitraritet, dhe më pas kanë krijuar gjuhët e tjera. Por gjuha e parë është totalisht natyrore, se nuk ka asnjë lloj mundësie të jetë një gjuhë e krijuar me sipas teorisë arbitraritetit. Domethënë që njerëzit ranë dakord. Për shembull, ne kemi edhe në epokën e krijimit bujqësisë, në qoftë se i shohim me kujdes enët e veglave në gjuhën shqipe, për shembull lopat vjen nga fakti që lopata e parë ishte epoka e gurit, nuk ishte zbuluar akoma hekuri. Atëherë ata me shpatullën e lopës krijuan lopatën, dhe nga emri lopës i vunë emrin lopat, ndërsa për fshatin, për shembull, ata kur ata viheshin dhe si themi ne, folja shaptonin arën, e coptonin, e bënin të mirë, kuptohet, dhe këtë e kishin bërë me një shpatull, nga që bënte zhurma ishte shap kur i binte dheut, ja vunë emrin shat, nga lindi edhe fjala fshat. Domethënë në gjuhën shqipe duhet kemi parasysh që fjalët kanë një idiomatik, siç thot Petrozhej, kanë një kuptim logjik, sepse janë marrë nga logjika natyrore, edhe këto sigurisht janë teori shumë të vështira për të kuptuar, por gjithsesi një specialist i gjuhës që merret me matje laboratorike të zanoreve, të bashkëtingëllorëve, me matje laboratorike në terren, se si rrjedhin fjalët, se si mund të ketë lidhja fjalës me një veprim mbi objektin, sepse gjithmonë aksioni përcakton emërtimin e objektit. Pra folja ka të qenë e para, pastaj kanë ardhur emrat. Prandaj ne kemi ato foljet fillestare, ha, pi, di, po ha është gjithashtu kur thua shqipton foljen ha, ti hap gojen.
nga ha ka rrjedh folja hap. Po, ka logjik. Dhe pastaj me ngjashmëri me derivim gjuhësor kemi edhe hapin, domethënë disa hapa, por veprimi i parë është kryer nga hapja e gojës, hap, dhe ka lind folja hap, ka lind folja ha, pastaj ka lind folja ha-ën, për shembull, që ka thënë hën, edhe ka lind edhe emri që përdorin europianët, Hans, djali i hënës. Janë gjëra shumë të lidhura në shqip. Fjala folja e vogël, ajo etimoni fillestar, fillon derivon dhe krijon një familje të madhe fjalësh. Dhe në asnjë gjuhë tjetër të botës nuk ndodh një gjë e tillë që një fjalë të krijojë numër shumë të madh fjalësh, siç krijohen gjuhën shqipe. Kjo është arsyeja që gjuha shqipe quhet gjuhë natyrore, gjuhë e natyrës, sepse ka imituar natyrën, ka marrë zhurmat e shumë fenomeneve i ka kthyer në fjalë. Pastaj edhe për shembull marrim fjalën bubullim, për shembull vjen nga ajo zhurma që bën bubullima ose shkreptim, ose për shembull si kemi vënë emrin shqiponjës. Ne ja kemi vënë emrin shqiponjë sepse ajo në qiell bën skip, 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 edhe shqip. Zhurma që ka bërë shqiponja ka dhënë emërtimin e objektit, pra të shqiponjës. Kemi edhe emrin foljen Ciceroi, për shembull, që ne kemi marrë nga Cicerima. Zogu bën ciu, ka dalë folja Ciceroi. Pra shqipja është një gjuhë nga më të bukurat që mund të ekzistojnë, por nuk do të thotë se është gjuhë e natyrës, nuk do të thotë se është një gjuhë jo e rregullt. Është një gjuhë tmerrsisht gramatikore. Ka rregulla gramatikore të përsosura. Duket sikur dikush është kujdesur që kjo gjuhë të jetë kaq e bukur dhe kaq e mirë. Pastaj ka edhe diçka mistike në gjuhën shqipe. Thuhet që në librat e këtyre filozofëve të mëdhenj, si të Indisë, si të Persisë, jeta në parajs është 36.000 vite. Ktu po hym në diçka teologjike. Dhe shqipja ka 36 shkronja. Imagjinoni, prandaj shqipës jo më kot i kanë thënë gjuhë e Zotit, gjuhë e Perëndisë, i kanë kënduar poetët. Dhe po ti shohësh poezitë që ka shkruar Naim Frashi apo Gjergj Fishta apo Ndre Mjeda apo dhe autorë të tjerë për gjuhën shqipe, secila është më e mirë se tjetra. Është rast unik. Po, Albert, ju keni thënë në këto emisionet e mëparshme që gjuha shqipe është sulmuar shumë, sidomos këto 5 shekujt e fundit mbas pushtimit të Konstantinopolit nga turqit, nga sultan Mehmet Fatiu ose pushtuesi në 1453, dhe këto 500 vjetët e fundit, kur ne ram në sundimin e qeverisjes otomane, me fqinjët tanë të cilët të mbështetur kryesisht nga një vend i fuqishëm slav, siç ishte Rusia, e cila kishte filluar të fuqizohej dhe të rivalizonte me sukses perandorin otomane për shkak të rrethanave ndërkombëtare, u krijua dhe një armiqësi më tepër e vendeve slave, që ishte Serbia, vendet serbishtfolse dhe vendet me shumicë ortodokse, siç ishte Greqia, të cilat pretendonin të rëmbenin sa më shumë tokë nga populli që vazhdonte të fliste gjuhën e vjetër shqip, flas mbas luftrave ballkanike dhe pak më përpara gjatë luftrave ruso-turke 1877-78, kur filluan të fuqizoheshin serbët, të cilët në fakt kishin filluar lëvizjet e tyre për pavarësi, qysh në vitin 1815 me Karagjorgjevishin e parë. Pse
mendoni ju se ka ndodhur kjo armiqësi e madhe ndaj Shqipës? Ka të bëjë kjo për arsye politike apo për këtë që shpjegova, për të kurur popullin shqiptar dhe për t'i rëmbyer territore, apo ka dhe ndonjë arsye tjetër që misterioze që ne ende nuk e dim? Unë mendoj ka pasur një luftë mes gjeneratës së 4 dhe gjeneratës së 5, dhe e kam thënë dhe këtu me ju që në gjeneratën e 4, ashtu siç është sot anglishtja, një gjuhë për të ndërmjetësuar shumë kombe dhe raca, për të bashkëbiseduar, mendoj që shqipja ka qenë një gjuhë e tillë. Unë kam komunikuar dhe me një nga njohësit e shumë gjuhëve në botë, me Zaria Ciçinin, i cili ka shkruar shumë libra në lidhje me pretendimin që ai ka për origjinën e njerëzimit, kur thot që janë disa qenie që quhen Anunnaki, të cilët vinë nga një planet Nibiru, i cili afrohet tokës një në 3600 vjet, dhe janë këta që kanë bërë në mënyrë laboratorike njeriun e parë. Kjo teori nga shumë studius është hedhur poshtë, por ajo që vlen të theksohet është se ky autor ka dhe një libër për gjuhën shqipe, mos gaboj, quhet Shqipja që po vjen. Mua më ka thënë në një komunikim që kam patur, më ka thënë që më duket se fliste 13 gjuhë tuaja, nga këto të vjetrat, armenisht, hebraisht, nuk e di, fliste shumë gjuhë të pellgut mesdhetar, dhe më ka thënë që më ka ngelur peng që nuk e kam mësuar shqipen, sepse nga informacionet që kam, gjuha shqipe mund të jetë shumë më vjetër se këto që njohun dhe mund të ketë lidhje shumë me gjuhën e nefilimëve, siç i quhen ai humanët e parë të krijuar në laborator, sipas shpjegimit të tij, por që unë nuk e besoj, por ka diçka sekrete në këtë lloj shpjegimi që sapo bëra. Ju si e mendoni, Albert, pse ka ndodhur kjo lloj lufte ndaj Shqipës këto 500 vjet të fundit? Duke qenë se studimet e mia janë të nivelit akademik, nuk i di se sa të vërteta janë këto që thoni ju, por ajo që më ka rastisur të dëgjoj shpesh herë nga disa akademikë është që është vërtet një problem i madh shpjegimi i këtyre gurëve të mëdhej mureve ciklopike. Do të thonë, i takon që njeriu i sotëm duhet shumëzuar me 5 në trup që të mund ta ngrejë një gur të tillë. Flitet që ka pasur njerëz të cilët në kohën e dinozaurëve gjigant ishin gjyhetar dinozaurëve, edhe kjo thuhet mes shkencëtarëve, kanë gjetur dhe skelete madje që mbahen fshehta, skelete gjigante. Po, këto janë gjetur, po skeletet dinozaurësh nuk janë gjetur. Edhe unë mendoj që mund të jetë çik fantazi kjo punë e dinozaurëve, një shpike, sepse nuk ka skelete dinozaurësh. Këto janë nuk do të flasim pse mund të. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një muze me skelete, edhe në Australi, po le të mos zgjatim me këto. Unë i përmbahem linjës shkencore, linjës akademike. Po, dakor. Duhet kemi parasysh që në fillim kishte 2 specie njerëzore, ishte Neandertali i Europës së vjetër, takullnajave, Europës takullnajave, dhe ishte Homo erectusi i Afrikës. Homo erectusi i Afrikës ishte barngrënës dhe frutangrënës. Mund të hante deri insekte, por nuk ushqej me mish. Kurse Neandertali, për shkak të kushteve të vështira që kishte Europa akullit, ushqej me mish dhe kryesisht gjuante ato bizonët edhe ato kafshët e vjetra prehistorike që kanë qenë të mëdha në Europë. Pas kësaj, kur klima në Europë filloi të ngrohej, Homo
Homo sapiensi, Në momentin fillimisht kur homo në Bibël thuhet Zoti tha le të bëhet dritë. Pra, në mënyrë të ajo çuditshme është teologji. doli dielli në sipërfaqe të tokës. Pra, në fillim ka qenë toka dhe ka Këto qenë janë errësirë. këto janë nuk e di, domethënë këto janë të bukura ti dëgjosh sepse njeriu jeton me mitologjinë dhe një ndër gjërat më të bukura që ka shpikur njeriu është mitologjia dhe fantazia. Kurse unë si nivel akademik, duke qenë i certifikuar shkencërisht në Universitetin e Genkut, vepra ime në atje, nuk mund të kaloj ato saqet e metodologjisë që përcaktohet në kërkime. Unë mbështetem kryesisht, jam konsultuar rreth këtyre fenomeneve me antropologun Jean-Jacques Houblin, që në atë kohë ka punuar për ca kohë në institutin Max Planck. Pastaj ai u largua dhe iku profesor në Universitetin e Leedsit në Angli. Pastaj jam konsultuar me disa profesorë tjerë që kam shkëmbyer mendime për këtë punë, por ngelem në kuadrin e gjuhës, në kuadrin e origjinës njeriut, me përjashtim të pjesës ku përmendet kromozomet, edhe ato kromozomet që kanë lidhje me gjuhën njerëzore, që i ka vetëm njeriu, dhe që janë FOXPH2, FOXPH3 dhe FOXPH4, që janë kromozomet në trupin e njeriut, në gjenin e njeriut që bën lidhjen mes kordave zanore, sistemit inxhinierik të kordave zanore edhe trurit, fushave ku bëhet regjistrimi në tru, këtë zonë e njoh, po pastaj në origjinën tipike të njeriut nuk mund të flas me kompetencë, kështu që këtu të riqem, por për gjuhën mund të flas. Gjuha është një ndër gjërat më të mëdha që i ka dhënë natyra njeriut, për teologët që i ka dhënë Zoti njeriut, për këta që besojnë tek natyra që i ka dhënë natyra njeriut. Se 5 shekujt e fundit gjuha shqipe është luftuar shumë. Se ju shkini thënë vetë. Po, është luftuar për arsye se gjuha shqipe është folur në zonën e Anadollit, nga Kaukazi, kufirit me Armenin deri në Bavari. Edhe ka qenë një gjuhë e madhe. Në Bavari kanë jetuar norët, fisi norëve, që është fisi lirë. Po, fisi lirë dhe në Zvicër kanë jetuar hetët, fisi lirë prapë. Po, retët. Po. Retët. Në Italinë lindore, deri në Bari prapë kanë qenë fise i lirë, që nga Venetët edhe deri në... Edhe në Italinë jugore kanë qenë ligurët, që ka qenë prapë që shpjegohen me lexues guri, linin shkrime në gur, dhe quheshin ligurët. Pra janë qytur popujt e detit dhe janë të regjistruar 2300 vjet më parë në këto në shtyllën e Abydosit, të Ramsesit III, që bëri luftën e Kadeshit. Këto dihet që kanë qenë fise i lirë, vetë italianët e dinë që paraardhësit e tyre kanë qenë i lirë, por ata e fillojnë historinë e tyre me Romën, shekullin e 7 para Krishtit. Po, në shekullin e 6. Sepse aty u intereson atyre. Do të thonë, atë pjesën tjetër ku janë i lirë nuk është se u intereson shumë, se po të shkojnë në shekullin e 8, del që këto mesapët i lirë që shkruanin, kanë lënë gjithë ato shkrime në bregun lindor të Italisë, udhëtuan dhe bën fushata ushtarake, morën mundën ligurët dhe morën qytetin Alba Longa dhe e kthyen në qytetin e tyre, Roma, ai që quhet Roma e përjetshme. Nuk u intereson të dinë si historinë, sepse ata rrjedhin nga Dardanët, siç e thot Virgjili. Pra, këtu kemi, por po flasim për këtë. Enea e ka krijuar Romën, Enea ka krijuar Londrën, djali Priamit, Enea ka krijuar edhe Romën ka krijuar Klajdi. Po ndoshta djali Eneas. Jo, Klajdi është perëndori i lirë i Romës, që ndërmori fushatën kundër Anglisë dhe kur mbriti atje, ndërtoi atë urën
urën mbi lumin e Londrës, si quhet ai, Vitamiz. Vitamiz, ndërtoi urën dhe u quajt Point. Point domethën pikë. Po. Dhe kaloi Matan dhe arriti një marrëveshje me mbretin e atëhershëm të Anglisë që ushtria të instalohej, bëri një marrëveshje paqësore, e cila u shkel mas 10 vjetësh, kur vdiq mbreti dhe kur Klajdi nuk ishte më perëndor. Klajdi gjithashtu ka qenë perëndori që ka folur edhe etruskisht. Dhe shpesh herë ai lexonte etruskisht, domethënë që vërteton që ilirishtja ishte dhe iliri ishin dhe etruskët. Domethënë një dokument të vetëm që e ka lënë në fund të jetës së tij, e ka lënë dhe në etruskisht Klajdi. Ka qenë një ndër perëndorët më të ndritur të Romës, Klajdi. Edhe por le të kalojmë këtu. Turqia pikë së pari Klajdi mos e ke fjalën për Klaudin. Klaudin pra, Po. Klaudin e Madh. Po. Turqia masi pushtoi vendet e Ballkanit, pati rezistencën më të madhe e pati nga shqiptarët dhe nga arbrit në atë kohë, që quheshin arbër, dhe u kriju një konflikt shumë i madh. Arbrit, pse arbrit? Sepse nuk kishte grek në atë kohë. Nuk kishte arbër gjithkund dhe arbërit do ta bënin rezistencën. Ata ishin popull perëndorak. Ata kishin themeluar Konstantinopolin me anë të Konstantinit të Madh. Ata kishin zgjerr perëndor të një rangu të jashtëzakonshëm si Justinianin e parë dhe dytë. Ata mbanin familjen perëndorake. Dhe normal që ata ishin edhe një popull shumë i pasur dhe gjithkund në perëndorinë bizantine flitej dialekti atika, ishte dialekt zyrtar që ishte një dialekt i arbërishtes së Athinës. I shqiptarëve të Athinës sot që janë paksuar në masë, janë bërë grek, por që dallohen nga grekurit për shkak të pamjes tyre më të bardhë, edhe për shkak të syve që i kanë nga kafe e errët deri në blu. Po. Dhe një arvanitas në Greqi dallohet direkt sapo të hysh në një qytet. Për shembull, unë gjatë vizitës në Patra, kur shkova te zona e peshkimit aty për të bler diçka, aty dalloheshin menjëherë arvanitët dhe pata mundësi të flas në gjuhën arvanite me ta. Pra, ardhja e ushtrive turko-mongole, ose vendosja disa fshatrave krijoi bazën e krijimit të Turqisë sotme, dhe në shekullin e 11 u krijua ajo që quhet Mbretëria Selçuke, që ishte një gjë shumë e vogël. Mirë, po ata filluan të zgjerojnë kufijtë e tyre, duke qenë se shqiptarët janë ata galatianët, domethënë shqiptarët e Anadollit ishin tolerant, e Turqisë ishin tolerant, dhe zakonisht ishin njerëz që kishin pasuri dhe që merreshin me tregti dhe me bujqësi, nuk i vunë rëndësi. Ata u zgjeruan dhe erdhi një moment që vendosën Sulejman Selimin, i cili është edhe mbreti i parë që krijoi atë bërthamën e krijimit të Perëndorisë Otomane. Sulejman Selimi iku dhe bëri luftë me armenët. Armenët e mundën në luftën e parë, por armenët, duke qenë si shqiptarët në një farë psikologjie, i falën jetën, nuk e vranë, edhe ushtarët nuk i vranë, ata që kapën në rob, sepse kështu ishte zakoni i lirëve në përgjithësi, që robrit dhe fëmijët dhe gratë dhe ata që merreshin rob nuk vriteshin, i falën jetën dhe i thanë mos u kthe më. Ai si mongol që ishte, iku në fshatin e vet, u riorganizu dhe erdhi i mundi herën e dytë. Pra, krijimi i Turqisë ka ardhur si rezultat i Otomanisë, ka ardhur si rezultat i neglizhencës që pati mbreti.
është ajo që thonë edhe mirëditorët. Zakon të parët na kanë lënë, bes pa besit mos me i dhënë. Nuk mund t'i jepet bes pa besit. Ne kemi dhënë bes edhe serbit. Masi vrau në lumë, kaloi nga lezha, në vend që ti eliminonim gjithë i lam edhe i udhamt edhe të hanin edhe i dërguam në Beograd me këte Esat Pashën. Pra, armikut nuk i jepet asnjëherë besa dhe armikut nuk i besohet. Shqiptarët i kanë besuar armikut. Pastaj erdhi një kohë shumë e vështirë, pati dhe fushata që u vogël. Shiko Albert, lufta në Tibër me këta serbët ndodhi në luftrat ballkanike, ku serbët bën masakra të mëdha. Kurse lufta tjetër pasaj, Dibranët u akmërën kur filloi lufta e parë botërore dhe mbreti serb iku në drejtim të jugut pasi Austria e sulmoi në front nga veriu dhe s'kishte rrugë tjetër dhe yri në Dibër në Kalat Dodës dhe për shkak të krimeve që kishin bërë në luftrat ballkanike, ata nuk u falën nga Dibranët dhe janë sulmuar dhe janë vrarë një numër i madh serbësh. Një pjesë e madhe e ushtrisë kur është thyer nga Selanikut. Do ta shpjegoj, u vran me që dolëm ke kjo pikë historisë, siç e di unë. Po e zgjerojmë shumë sepse ne po flasim për gjuhën. Me dy fjalë, janë vrarë rreth 6 deri 12.000 veta, nuk ka një shifër të saktë, dhe mbreti mezi ka shpëtuar dhe janë streuar në konakët e Esat Pashës, i cili ishte armiqësuar me gjermanët për shkak se Princ Vidi dhe holandezët në vitin 13 kërkuan ta vrisnin në fillim të vitit 14 në pranverë, kërkuan ta vrisnin në shtëpinë e vet në Durrës dhe u lidh me britanikët dhe me italianët, të cilët në fillim nuk hyn në luftë, dhe me francezët, dhe për shkak se ai ishte lidhur me ta dhe ishte një ushtarak, këta i kërkuan që ai t'i streonte serbët dhe t'i përcilte në drejtim të ishullit Korfuzit, ku ata u stërvitën dhe u rikthyen më mbrapa në luftë kundër austriakëve në vitin 17. Por duhet të mos harrojmë që Esat Pasha në luftrat ballkanike gjatë kohës së rrethimit të Shkodrës është vrarë si mathi serbëve, ka vrarë në fushën e Shtojit, ka vrarë rreth 9.000 serbë brenda NATO, një pjesë i ka vrarë, një pjesë i ka mbytur. Pra, nuk jam specialist i historisë. Kjo është vërteta siç e di unë, kupton? Po, ne po themi që genocidin ndaj gjuhës shqipe pse po e luftojnë këta për 5 shekuj e luftuan për ta zhdukur? Këtu është thelbi. Po sepse ata menduan që mbi bazën e kombit shqiptar do krijonin atë që quhet kombi turk. Dhe në qoftë se shikon me kujdes, Turqia në çdo rast i ka marrë shqiptarët dhe i ka vendosur në ato territore, por me identitet turk. Dhe nuk u ka lejuar asnjëherë gjuhën shqipe, madje edhe sot, pavarësisht se flitet që është bërë një gjuhë e dytë që mund të mësohet me dëshirë, edhe sot gjuhën shqipe nuk u ka lejuar. Pastaj ka edhe diçka tjetër që në mallkimet që janë bërë në parlamentin turk edhe në terren janë përdorur dy gjuhë. Është përdorur Kurani për të mallkuar gjuhën shqipe. Hoxhallarët e kohës Turqisë e kanë mallkuar, kanë thënë është gjuha e djallit, e ka mallkuar edhe Shën Kozmaj, i cili vinte nga Konja e Turqisë. Dhe është një moment, është rasti i parë në historinë botërore që një gjuhë ndalohet me ligjin e parlamentit, po në vitin 1876 Sultan Hamiti i parë e lancoi ligjin, pastaj erdhi në fuqi Sultan Hamiti i dytë, i cili në vitin 1870 Abdulhamiti dhe 1878 më duket në maj u ratifikua nga parlamenti turk ndalimi me ligji me ferman i gjuhës shqipe. Gjithashtu pati edhe klauzola për ndalimin e kërkimeve arkeologjike, nuk duhej
kërkuar, shqiptarët s'kishin drejt kërkonin të rrëmonin tokë mbi 75 centimetra, ka pasur ligje të posaçme vetëm për Shqipërinë dhe Mos vazhdojnë edhe territorin sot shqiptar. ato ligjet apo për këtë ata akademisë shkencave. Nuk janë të shfuqizuara, për më tepër vazhdojnë ato ligje sepse siç është ligji i luftës me Turqinë, ato ligje janë në fuqi sepse harku i Meleandrit që është marrë në Durrës, që është një nga gjetjet më brillante arkeologjike të zonës Mesdheut, është marrë në 1908 dhe është në muzeun e Turqisë dhe nuk edhe as që mendohet, turqit as që mendojnë ta japin sepse thonë që në atë kohë ne ishim shtet në Shqipëri dhe ky objekt arkeologjik na takon ne. Është njësoj si francezët të thonë që do ta marrim piramidën, e ke parasysh, të Egjiptit, edhe nuk do ta lëshojmë piramidën e Egjiptit, do ta konsiderojmë territor francez sepse e kemi zbuluar ne. Ata për shembull atë stelën e madhe që patën marrë në Paris, në Egjipt, Parisi ja ktheu, Franca ja ktheu Egjiptit. Pavarësisht se ajo stelë ishte Çfarë është ky arku i Meleandrit? Ky është një ark e madhe me skulptura, është një ark e madhe guri, po një ark shumë e madhe me skulptura rreth e rrotull dhe është një nga objektet më të bukura të antikitetit që ka Durrësi. Për shembull, nëse do kthej në Durrës, të vej diku në qendër të qytetit, do ishte një nga mrekullitë e qytetit e Shqipërisë, por edhe të Ballkanit. Pra, e para punës. E dyta punës është që në zonën e Turqisë kanë jetuar shqiptarë dhe gjithë kultura që konsiderohet që gjendet atje e frigjasve, e lidejve dhe e popujve të tjerë, ata nuk marrin turqit e emërtojnë direkt si greke, megjithëse fjalët mund të jenë në gjuhën shqipe. Për shembull është një nga afresqet më të bukura që jo afresqet, po një nga mozaikët më të bukur që është gjetur në Turqi, ku shkruhet Dhea jon nakon. Dhe ato do në shkrim grek, kurse Dhea jon nakon është në gegnishte, dheu jon na jep të ham. Po pra, kon e përdorim dhe ne sot, koha në qik atë, do më dhe njepi diçka. Për fëmijët e vegjël e përdorim koj një qik fëmijës të vogël ose diçka e tillë. Pra edhe shkrime që janë të pastra të gjuhës ilire, ata i emërtojnë si greke. Dhe kupton tani se cili është qëndrimi i tyre. Ka një marrëveshje të fshehtë mes serbëve dhe turqve. Serbët kanë qenë aleatët më të mëdhenj të turqve, sepse kur Jonosh Uniadi deshi të kalonte nga Serbia për të krijuar aleancën me Skënderbeun dhe për t'i rënë Konstantinopolës me ushtri, ju e dini që ushtria e mbretit të Serbisë e bllokoi. Po serbët krijuan mbas luftës Kosovës 1389, krijuan Krushit, familja e Brankovićve me familjen otomane. S'mund quhet Krushi, po pranuan që femrat e tyre mori marrën Sultan Ildërimi ky. Sultani kishte harrem. Po, do të thënë, serbët e pranuan poshtrimin dhe futën. Po jo, ka lindur fëmijë me marrën ai, ka lindur fëmijë, kishte grua. Jam dakord me ty, por nuk ka pas martesa të ligjshme me sultanin. Mirë, dakord, po aty në harem, ato që lindte fëmijë me 1 ose me 2 ose me 3, quheshin nënat e sultanëve. Dhe marrën kur e kapi në luftën e Konjas, e kapi peng Gjingis Kani, Sultan Bayazit Ildërimin, që vravi baban dhe vllain në luftën e Kosovës. Mbasi mbaroi lufta, ai organizoi vrasjen për të marrë pushtetin dhe u kap peng nga Gjingis Kani, dhe Gjingis Kani kur e mbylli në një burg me kul për atë trasha, Sultan Bajazitin, marrën e nxirrte lakuriq dhe shërbente këtyre princave mongol, duke u quar çaj ose qumësht ose pije të ndryshme, dhe Sultan Bajaziti e shikonte dhe u lërinte nga kafazi.
pra krijuan krushira të forta serbët, dinastitë serbe me dinastitë Ajo që di unë është se serbët e furnizuan sultanin me femrat e tyre, qoftë edhe bien e mbretit, siç ishte Mara, edhe pranuan poshtrimin, kurse femrat shqiptare për shembull hidheshin nga shkëmbit që të mos vinin në dorë të ushtarëve dhe të sultanit. Një femër arritën të kapin ata, një shkodrane e kapën diku dhe ajo ishte nëna e Sulejman Sultanit, e morën nga Shkodra, nga Durrësi, në Durrës e kapën, në Shkodër nuk e di. Ishte një katolike nga këto malësitë e Shkodrës, e morën dhe ajo u bën nëna e Sultan Sulejmanit Madhërish. Sulejmanit Madhërishëm, pra nxorri sultanin më të mirë të Perëndorisë. Por ka qenë mirditore, mos gaboj unë. Ajo nuk e di saktësisht, me sa di unë nga malësia e Shkodrës, Dhe gjuha shqipe, domethënë aty të ngelemi te gjuha shqipe u ndalua dhe nuk u lejua asnjë shkollë, për shembull u lejuan 450 shkolla greke, 350 shkolla bullgare, rreth 100 sa shkolla serbe, por duhet kemi parasysh që edhe ajo që quhet, ne nuk kemi bërë vetëm revolucionin grek, se revolucioni grek shpalli Republikën Arvanitika në Peloponez dhe More, dhe mendoj që gjuha bazë, gjuha zyrtare në parlament është folur gjuha shqipe derisa erdhi Oto dhe me ligj e ndaloi. Por edhe atë që quhet revolucion serb, në fakt e kanë bërë shqiptarët ortodoks të veriut. Karagjorgjët janë shqiptar, flitet që janë shqiptar. Karagjorgjët janë nga Kelmendi, kanë qenë katolik të kthyer në ortodoks, pas investimeve të mëdha që bëri Rusia duke u dhënë para, forcë dhe duke i mbështetur, por udhëheci i revolucionit të Serbisë ka qenë Jani Kondo, që ka qenë një ortodoks, një geg i veriut, u ka bërë luftën dhe ka çliruar Beogradin, ka bërë luftë të tmerrshme me serbët. Sigurisht që për të bërë luftë me turqit, ka bërë luftë të tmerrshme, dhe në fund të gjithë udhëheqësit që ishin shqiptar, ortodoks dhe që bën luftë për çlirimin e asaj, Beogradin atko quhej fliste shqip. Gjithë ata janë vrarë dhe janë kafkat e tyre, me kafkat e tyre është ndërtuar kulla e qele kulla e Nishit, dhe ato kafka janë akoma aty, janë kafka shqiptarë. Dhe më vonë pastaj kjo pakica bullgare që ishte aty, ishte një pakicë e vogël bullgare, u përdor për u mor gjuha e tyre dhe thanë kjo është gjuha serbe, dhe madje fëmijëve në shkolla, kur dërgoheshin në shkolla për të mësuar gjuhën e tyre, u jepej para që ata thonin që ishin serb. Pra edhe zona e Serbisë ka qenë e populluar me mazhoritet shqiptar. Ashtu si Greqia ka pas mbi 80% shqiptar, edhe Serbia ka pas mbi 80% shqiptar. E njëjta gjë ka ndodhur në Bullgari, por në Bullgari ka ndodhur në mënyrë të çuditshme, ata kanë qenë shqiptar më të butë dhe ata i ka kthyer gradualisht kish, apo ata kanë paksa histori më të hershme se serbët dhe mbajnë. E vetmja gjuhë në Ballkan dhe në botë që është ndaluar 5 shekuj është gjuha shqipe. Kuptohet, ndoshta ka pasur edhe më parë gjuhë të ndaluara, nuk e di, por nuk ka dokumenta. Për gjuhën shqipe ka dokumenta, ka i Ferman Sultan të nxjerr nga parlamenti Portës Lartë. Arsyeja e kësaj ishte sepse Rusia kishte interes ta coptonte Ilirin, për arsye se nëse lejonte krijimin e Ilirisë, sipas politologëve ruso-slav,
përbënte një rrezik shumë të madh që duke kontrolluar Dardanelet, duke qenë qendër të Europës, duke pasur daljen mes dhe, ishte një rrezik shumë i madh për supremacinë e rusëve. Në fakt rusët ja kanë arritur qëllimit të tyre duke krijuar shtete. Kur i studion këta të gjithë këta gjenetikën e këtyre popujve të Ballkanit, në fakt edhe serbët, edhe bullgarët, edhe kroatët, të gjithë popujt slav nuk janë e njëjta gjenetik me popujt slav të Ukrainës dhe të Rusisë, por kanë të njëjtën gjenetik me shqiptarët, që tregon që është një popullsi e asimiluar për shkaqe politike dhe kemi krijimin e kombeve të reja në dëm të kombit, në dëm të etnisë ilire, dhe ne kemi përfunduar këto që jemi një shtet i vogël këtu në i cep Ballkanit, megjithatë në një territor shumë të pasur me arkeologji, me një gjuhë të jashtëzakonshme dhe me një kulturë të jashtëzakonshme. Shiko, Albert, unë diçka ndryshe nga gjuha, nga historia, unë jam duke përkthyer një libër, Defeat in Detail, është një flet për The Ottoman Army in the Balkan, vitet 1912-1913, te ka shkruar një shkrimtar shumë i besueshëm, quhet Eduard Erikson, dhe ky tregon populatat në të gjitha zonat e Ballkanit si kanë qenë, dhe është që më çudit mua, është që ky thotë që në Janin ka pasur domethënë shqiptar katolik dhe ortodoks që përbanin rreth 70-80%, kurse grekët dhe këto pakizat e tjera që ishin ja 2-3%, nuk kishin më shumë se 20% në Janin. Dhe është një fatkeqësi e madhe që për këtë ka një rol negativ dhe Ismail Qemali, i cili urdhrovi lirimin e Janinës që të mos kishin probleme pasi ai që takuar disa herë me mbretin e Greqisë, para se të fillonin luftrat ballkanike. Ismail Qemali kishte edhe grua greke, edhe fëmijët, emrat e fëmijëve Elpiniqi quhesh, edhe emrat e fëmijëve disa i kishte emra grek. Dhe kishte një dashuri Ismaili për greqishtën dhe urdhroi trupat shqiptare që ishin pjesë e trupave otomane që mbronin kalan e Janinës, ta lëshonin Janinën me kush pjesën tjetër pasaj Greqia ta njinte të Shqipërisë Londrës në 1913. Dhe është e çuditshme se këto që themi ne, shumë njerëz mund t'i marrin kështu si të pabesueshme. Doja të pyesja Albert, si mendon ti çka ka qenë perandoria shkurt, se dhe koha nuk na premton shumë, perandoria bizantine ka qenë një perandori që komandoheshe dhe dominoheshe në numër dhe në vullnet në ushtrimin e pushtetit nga shqiptarët, apo një perandori e cila është kontrolluar nga grekët apo nga bullgarët? Megjithëse me bullgarët ka qenë në luftë dihet betejë me Vasil Bulgarovrasin, i cili i mundi në një moment bizantinët dhe është mundur Vasili nga Bizanti dhe janë rreshtuar 1 në 10, janë nxjerrë syt dhe vetëm Vasilit ju lanë të dyja syt për të udhëhequr popujt e tyre për t'u larguar drejt Bullgarisë, në qoftë se ngatroj. Si e mendon ti nga studimet e tua? Unë merrem kryesisht me faktet gjuhësore. Po, nisur nga faktet gjuhësore. Po, edhe me faktet gjuhësore, nëse ne do të na lihej kodiku i Beratit që ta deshifronim, ta ndanim simas që është shkruar në shqipen natika, në dialektin natika ose në shqipen natika i them unë, ne mund të merrnim vesh shumë gjëra dhe ta saksonim nëse kemi të bëjmë me kulturë shqiptare apo me kulturë greke, por nuk e lën. Fakti që nuk e lën tregon që ata nuk kanë ekzistuar në atë kohë grekët, sepse dokumentat që na jep Napoleon Bonaparte, dokumenti i betimit Napoleon Bonapartit
përmend greqishten, por është një dialekt i Shqipës, dialekti atika i Shqipës, dhe ai betohet në Shqipen atika, në Shqipen epirote dhe në Shqipen arbëreshe. Në këto tre gjuhë nga 25 gjuhë që ka pas të betimit, është betuar në këto tre gjuhë. Dhe fakti që nuk ekziston kjo greqishtja, asnjë paraardhëse e kësaj greqishte sotme, tregon që është një gjuhë e krijuar, nuk e di se si, thuhet që është krijuar në malin Atos, këtu jam dhënat, por nuk ka asnjë lloj dyshim që rënja e Bizantit ka qenë humbja më e madhe e kombit shqiptar, dhe Bizanti ka qenë e ilirëve, siç thotë edhe një nga studiusit, bizantologu më i madh francez, por siç e thotë edhe profesorja e Universitetit Sorbonës, Helen Glykatsi, që kombi grek i sotëm është një komb fetar, nuk është një komb me një etni të saktë, dhe çdo kush që ishte ortodoks mund të ishte grek, nëse dëshironte. Për fat mirë, ortodoksët shqiptar nuk e kanë pranuar që çdo ortodoks është grek, dhe ka nxorri edhe gjatë rilindjes shumë patriot ortodoks shqiptar që luftuan për Shqipërinë. Ka qenë perendoria e ilirëve, perendoria e shqiptarëve, perendoria bizantine, u themelua nga Konstantini që ishte një shqiptar, dinastia vazhdoi me Justinianët që ishin gjithashtu shqiptar. Gjerë edhe Konstantin Paleologu, ky i fundit që nënshkroi marrëveshjen e kapitullimit, e ka deklaruar përkatësinë e tij ilire arbërore. Kështu që edhe komnenët që ishin pjesë e dinastisë ishin prap shqiptar nga Kanina e Vlorës. Nuk ka asnjë lloj dyshimi, nëse marrim të gjitha personalitetet më të mëdha që kanë nxjerrë perendoria bizantine. Edhe Gjergj Araniti Komnen quheshe, Gjergj Aranit Komneni. Po. Është e çuditshme, dhe Mojsi Golemi quheshe Mojsi Golem Arnit Komneni në historinë e Skënderbeut. Po, sepse rridhin me gjak nga Saprigotoja. Të shkruara sepse rridhin me gjak nga familja mbretërore bizantine, familja perendorake. Jo më kot, Skënderbeu e mori dhe vajzën ke Aranit Komneni. Po. Gjergj Araniti, sepse ka pasur një marrëveshje në Lezhë, ku Skënderbeu thuhet që i kishte premtuar Gjergj Aranitit që do bënte mbret Gjergj Aranitin, dhe aty pati një tërmbetje nga ajo beslidhja e Lezhës e para, dhe Gjergj Araniti u shkëput nga Skënderbeu. Por Skënderbeu, duke i marrë vajzën, i tha që unë s'të bër aty, po do të bëj djalin tënd, do ta bëj mbret shqiptarëve. Pra familja e Aranitëve në Kaninë të Vlorës është një familje me origjina të ershme perandorake. Kështu e mendoj dhe unë, si ju. Po, nuk është që ta mendojsh. Janë dokumentat e shkruara që... Po, mbi bazën e atyre që kam lexuar. Po. Pra ne kemi një... mund themi që perendoria bizantine ishte perendoria jonë, e shqiptarëve, dhe është perendoria e fundit e shqiptarëve, për fat keq, por gjatë historisë ne kemi pasur perendorit më pashme. Perendoria hitite mendohet këtë qenë perendoria e shqiptarëve, perendoria e Aleksandrit Madh gjithashtu e shqiptarëve, perendoria romake sipas gjitha dokumentave që kemi dhe vetë deklaratave të liderëve të lartë perendorëve, ka pas 25 perendor, ka qenë perendoria e shqiptarëve, por edhe shumë perendor, për shembull, që konsiderohen si gal ose si perendor të ardhur nga zona të tjera. Spanjoll janë këta, Adriani, dinastia. Në fakt kanë qenë general i lirë të formacioneve Feniks që kanë qenë bavallar të tyre. Kështu që edhe perendoria, baza kryesore e perendorisë romake, e ushtrisë, ka qenë shqiptare, kanë qenë formacionet Feniks që ishin më të mirat dhe më të fuqishmet. Kështu që ne deri me
me përfundimin me rënien e perëndërisë bizantine ne psuam një humbje shumë të madhe, sepse armiqt tanë që lakmonin pasuritë e perëndërisë bizantine, përveç se na morën pasuritë, mundën të instalonin edhe disa pakica të cilat krijuan më pas shtetet që janë aktualisht. Por gjithsesi ne flasim një gjuhë shumë të vjetër, kemi kulturë shumë të vjetër, të huajt habiten me pasurinë që kemi ne kulturore, gjuhësore, dhe besoj se do ketë një rikthim të asaj lavdije të madhe që ka pas kombi shqiptar që nga krijimi i njerëzimit deri në ditët e sotme. Po. Po, sot, Albert, duket që ka përsëri një luftë etnokulturore ose gjuhësore kundër Shqipes në veçanti dhe si e shikon ti, ka organizime perfide dhe hedhje fondesh për të dëmtuar gjuhën shqipe dhe qa mund na thuash për këtë shkurt? Lajmi i fundit për shembull është që BIA serbe, Shërbimi Sekret Informativ i Serbisë, dyfishoi fondet nga 40 milion në 80 milion apo 90 milion, nuk e di saktësisht, po doli lajmi zyrtar që janë dyfishuar fondet pikërisht për luftë kundër gjuhës shqipe dhe kombit shqiptar. Janë ata vazhdojnë të ndjekin atë programin e Vasa Çuvrojlloviçit, ato 5 pikat e shpërnguljes shqiptarëve nga Ballkani që i përmend Ismail Kadareja. I thot Ismail Kadareja me mjaft në shumë raste në intervista i ka thënë. Dhe pritet një luftë akoma më e egër ndaj gjuhës shqipe. Pse një luftë ndaj gjuhës shqipe? Lufta ndaj gjuhës shqipe bëhet edhe nga grekët, sepse elementi shqiptar në Greqi ka filluar të zgjohet në sajt të këtyre të internetit dhe të rrjeteve sociale. Domethënë ata ndihen të rrezikuar grekët, elementi shqiptar po zgjohet. Turqia sepse elementi shqiptar arvanitësit po zgjohen. Po jo vetëm arvanitësit, po dhe ato shqiptarët e Brezit Kufirit, flasim hapur deri në Janin, akoma flitet shqipja në familje. Turqia ka probleme sepse përveç popullsisë vjetër shqiptare që ka pas në ato zona dhe që flasin turqisht, e kanë humbur gjuhën shqipe, por që tregojnë që kanë origjinë shqiptare, janë edhe shqiptarët e shpërngulur dhe nuk përbëjnë pak, por përbëjnë rreth 27 milion, 30 milion shqiptar, duke futur edhe numrin e kurdëve bashkë me kurdët, shqiptarët dhe kurdët përbëjnë majoritetin e Turqisë. Edhe Selçukët janë minoritet në fakt në Turqi, pavarësisht se gjuha e tyre përdoret si gjuhë zyrtare dhe prap Turqia është e rrezikuar dhe për sa kohë do të ekzistojë një bërthame shtetit shqiptar dhe gjuhës shqipe, ata do bëjnë gjitha përpjekjet deri në fund që ta zhdukin edhe këtë bërtham për të qenë më të sigurt. Pra, gjuha shqipe ndodhet e goditur edhe nga Greqia, goditet edhe nga Greqia edhe nga Turqia, edhe nga Serbia. Dhe investimet janë të dukshme në këtë drejtim, nëse shohim realitetin shqiptar, pavarësisht se në Shqipëri është një gjenerat e re e cila është shumë moderne dhe që ka mundur t'i shmanget influencës. Për shembull, në qytetet e mëdha në Tiranë, me gjithë investimet e mëdha që janë bërë nga agjenturat e ndryshme, rinia është shumë moderne, shumë pro-perëndimore dhe mendoj që ka një bazë të mirë për të ruajtur atë shqipen, gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare. Por duhet kemi kujdes me zonat periferike si Dibra, Kuksi, në të cilat niveli kulturor i popullatës nuk është i njëjtë si në Tiranë. Dhe këtu rrezikohet aty ku ka përplasje me Serbin dhe me Bullgarin në Maqedoni. Në këto zona thua që mund të ketë dëmtim të gjuhës. Dëgjoj, nëse shohim eksperiencën
e shpopularizimit ose të deshqiptarizimit që është bërë në Jugosllavi, duhet ta dini që gjithë Bosnja ka fol shqip. Pjesa ortodokse e Bosnjës sot përbën Republikën Serbska. Edhe ata kanë fol shqip. Por duke qenë ortodoks janë lidhur me Serbinë dhe kanë ndryshuar gjuhën saj të kishës. Kurse pjesa islamike, megjithse ka qenë janë kthyer në mysliman, megjithse kanë qenë mysliman, myslimanizmi nuk pretendon të ruajë ndonjë gjuhë. Myslimanizmi thot vetëm duhet ruajtur Kurani dhe gjuha arabike që është gjuha e shenjtë. Dhe nuk merr përsipër të ruajë gjuhën e shqiptarëve islami. Dhe gjithë zona e Sanxhakut edhe e Bosnjës që kanë qenë në zona islamike, shqiptar të myslimanizuar janë kthyer në serbisht folës. Madje edhe në Malin e Zi, duke qenë se shteti shqiptar nuk ka bërë kujdes, zonat e Hotit, Grutës dhe disa zona tani e quajnë veten Bosnjak. Pra janë kthyer në serbisht folës. Pra rreziku është i madh edhe në zonën e Prilepit në Maqedoni, megjithëse popullata ka qenë myslimane, për shkak të shkollës janë deklaruar turq ose janë deklaruar mysliman. Atëherë shkolla myslimane nuk ka, u ka bërë shteti shkolla maqedonse, domethënë slavo-maqedonse, dhe u ka injektuar gjuhën maqedonse dhe tani ata po ankohen që ne s'kemi shkolla në gjuhën shqipe, bile ka pas dhe protesta të shqiptarëve andej nga Prilepi, nga zona ndryshme për shkollat. Edhe në Ohër ndodh kjo gjë, edhe në Ohër. Edhe në Ohër mua më personalisht isha në Ohër në një bisedë duke folur me ata që po shitnin në religje në Ohër. Jemi turqish. Jo, kur ata ishin shqiptar. Ortodoks të Maqedonisë. Në momentin që unë u thash që unë rrjedh nga familja Gropa dhe rrjedh nga Ohri, po u thash në shqip, filluan gjithë të më flasin shqip dhe të më respektojnë. Ishin ortodoks. Mbajtë lart ke Kalaja, aty ke ato bizneset aty ke Kalaju. Jo, në Shërnaum. Në Shërnaum ishin ortodoks. Ishin gjithë ortodoks dhe unë u thash nuk di, a di me fol tha i maqedonisht. Se unë thash jam nga familja Gropa e Maqedonisë, si origjinë e vjetër, 18 breza. Dhe ata nga që s'fola maqedonisht, unë tha po ne flasim shqip dhe filluan të flasin shqip. Domethënë dinin dhe shqipin. Por nuk fatkeqësia më e madhe që ka ndodhur Maqedonisë është se ato ortodoksët kanë braktis gjuhën e Aleksandrit Madh dhe u kanë lënë gjuhën shqipe, për shembull në Ohër ju kanë lënë ciganëve. Ciganët të përgjigjen në shqip në Ohër, edhe këto romët, dhe të flasin vetëm shqip, kurse shqiptarët ortodoks nuk të flasin shqip. Braktisja e gjuhës Aleksandrit Madh Maqedonisë nga Maqedonia i ka kthyer ata në një shtesë bullgare. Shtesë bullgare vërtet nuk janë popull me një identitet sakt, pra kemi të bëjmë me humja identitetit popullatës shqiptare. Edhe bullgarët racë turanike janë, afrojnë me turqit, ashtu si dhe ungarezët dhe finlandezët janë popull turanik. Po, është thënë në literaturën aktuale historike thuhet që bullgarët vinë nga fisi i bullgarëve turq, sepse por ka një gabim të madh, sepse nëse ne emrin bullgari i vëm një v, në fakt vjen nga latinishtja vulgar ose bulgar. Dhe bulgar kanë qenë shpjegohet me ilirishten bulk, që do të thotë bujk që punon, dhe ar është ara, do të thonë bujk i arës. Ashtu si fjala serb që do të thotë sklav, serf. Servitor, po vjen nga serpente, slav, njeri i fshet, njeri edhe fjala serpent për shembull për gjarpër është ne kemi versionin egjiptian zarpër, sepse në gjuhën e vjetër egjiptiane është thënë zarpër, kopt. Dhe kemi kopte dhe ne kemi emrin zarpër ose gjarpër, por edhe emri serpent vjen
vjen nga ilirishtja, sepse folja pen, që është edhe në frëngjisht, dhimbje. Po. Ne themi kur folja mpi është në shqipen aktuale, në standard, por veriu përdor pene, ser pen do me thonë që të mpin, se të pen, ser pen, do me thonë që të mpin, i thonë gjarëbërit, se latinisha, edhe latinisha ka ardhur nga standardizimi i lirishtes, dardane, dhe në dy rastet, por për serbët vjen nga serpen, njerëz të fshet, njerëz që të kafshojnë mas shpines, njerëz të dhe nga gjarëbëri e kanë atë emrin serbët. Po, Albert, doja të bëja një pyetje të fundit, që s'ka lidhje plotësisht me atë shkencën që studioni ju me gjuhësinë, por janë të përafërta. E kisha me arkeologjinë, e tham edhe më përpara, thash pak me ironi, mos funksionon akoma i ligji i parlamentit kohës Abdulmexhidit, të 1877. Funksionon, nuk është... Në arkeologji ka shumë pak investime nga ana e shtetit shqiptar. Kjo ka të bëj me fukarallekun e shtetit ton, apo me mungesën e kulturës, apo me një veprimtari të qëllimshme që nxitet nga këta tuajt, të cilët nuk duan që ne të flasim, ose nën toka shqiptare të flas në lidhje me atë çfarë kemi që ne përpara këtyre periudhave që moderne që ne i njohim. Si e mendon ti këtë? Pyetja e fundit shkurt. Po, mendoj që akoma ligji Abdulhamidit, i cili Abdulhamidi ishte një mason, një pjesë e asaj i rrjetit ndërkombëtar të kontrollit të popujve, ai ligj vazhdon, domethënë parlamenti turk nuk ka nxjerrë mbrapa asnjë lloj ligji që shfuqizon qoftë edhe në mënyrë simbolike atë ligjin e ndalimit të gjuhës shqipe. Nuk e ka shfuqizuar. Po në komunizmit ka ekzistuar ky, domethënë është realizuar me sukses ky lloj presioni mbi... Në kohën e komunizmit, pavarësisht se çfarë themi ne, në kohën e komunizmit u sulmua pikërisht ajo që ishte më vitale, që qenë pjesa më mire e kombit shqiptar, rilindja kombëtare, u dënua me vdekje. Edhe gjitha tezat pellazgjike të origjinës shqiptare u dënuan me vdekje. Domethënë pati u tha që është një prall. Imagjinoni për pellazgët na japin informacione Platoni, Hermogjeni, Diogjeni, të gjithë filozofët, vetë grekët e vjetër, ata që quhen grekët vjetër, në fakt ishin ilirët e jugut, na japin informacione që ka pasur popullat pellazgë dhe civilizim pellaz që ka ardhur. Kemi dhe Pelagonin që ka ekzistuar, dokumentat gjitha, dhe na dalin ne disa persona në Akademinë Komuniste të Shkencave thonë pellazgjishja është një legjend. Ndërkohë që në Europë nuk konsiderohet si një legjend. Pra ne na është ushqyer gjatë kohës komunizmit, na është ushqyer që ne kemi një gjuhë të huazuar me përzierje të latinishtes dhe greqishtes dhe të turqishtes dhe të slavishtes. Ne nuk kemi një identitet qartë, që ne po luftojmë kemi një identitet i lirë, po edhe identiteti i lirë nuk është i qartë, lloj tezash që e kthenin kulturën tonë në një nulitet total, në një zero të madhe. Ndërkohë që ne rezulton që kishim gjuhën më të vjetër në botë dhe kulturën më të madhe në botë, që kishim bërë 3 perëndori njëra pas tjetrës, me hititët, me perëndorinë e Aleksandrit Madh dhe me perëndorinë e bizantine, dhe ne na u mohua gjithë kjo, na u la vetëm flamuri i perëndorisë bizantine. Ne na morën gjithçka. Kulturën e vjetër
të yllit, ose edhe që quhet Ileni, ja dhanë Greqisë, kulturën mesjetare që ishte e ohorit e veriut Shqipërisë ja dhanë Serbisë, ne kulturën e Bizantit gjithashtu ja dhanë Greqisë, ne na lanë vetëm qebaptoret, rojtoret edhe ato xhamiat që solli turku. Domethënë ndaj nesh është kryer një nga genocidet më sistematike për 5 shekuj. 5 shekuj ka pas genocid sistematik dhe nëse Europa do t'ishte unë jetoj në Europë dhe respektoj civilizimin evropian, po nëse Europa do të kishte qëllimin ta shpëtonte kombin shqiptar, do ta kishte shpëtuar, por qëndroi në heshtje. Vetëm kur Turqia u shkoi në Vjenë dhe u rrezikuar, vetëm atëherë bën një luftë të madhe kundër Turqisë dhe treguan që ishin më të fortë se Turqia. Por ligji i Abdylhamitit është akoma në fuqi, si për arkeologjinë, si për gjuhën shqipe. Unë mendoj që Pellazgët kanë qenë para rivendosjes së madhe të fundit që mund të jetë bërë në tokë, dhe janë ajo që quhet gjenerata e 4, sepse në tokë ka pasur mbi qenien inteligjente, ka pasur 4 epoka. Epoka e 5 në territoret tona ishte bashkimi i Pellazgëve të ngelur, të cilët shtrieshin në territore shumë të gjara, dhe gjeneratës së 5 që kanë qenë hititët si pasardhës të 2 perandorive të tjera, të cilët e kishin origjinën nga sumerët e lashtë, të cilët janë të ardhur si gjeneratë e 5. Hititët nga emrat që paraqesin hititët në zona të ndryshme, duke filluar me Kadashe, me qytetet e tyre, të gjithë emrat shpjegohen në gjuhën shqipe, kështu që unë nuk mendoj, por edhe gjuha sumere lidhet me shqipen në atë që quhet gjuhët euroaziatike. Po, atë thot dhe Zaria Siçin, ai që të thashun, ai studiosi këtë thot. Shqipja mendohet të ketë qenë një motor e gjuhës sumere, sepse kanë të njëjtat idioma. Se nëse sumerishtja ka marrë nga shqipja, po shqipja nga sumerishtja, kjo pritet studiohet, por shqipja prapi ka fjalët më të vjetra se sumerishtja. Sepse Pellazgët janë para sumerëve. Këtë mendoj dhe unë. Po, në anën historike nuk e di, në anën gjuhësore, po shqipja i motivon fjalët e sumerishtes. Pellazgët thot Naimi ishin para se të lente Ena. Pra, Ena që është sot, është vendosur pas rivendosjes së madhe. Edhe popujt mendoj se ka një problem të vogël këtu. Funksioni i hënës, me sa di unë nga ana fizike, veçanse për shkak të emrit jam interesuar ta di edhe funksionin e hënës në sistemin diellor, është që ajo ta tërheq tokën dhe në saj të tërheqjes së hënës, duke u rrotulluar hëna rreth tokës, i bën të mundur që toka të rrotullohet rreth vetes dhe t'i kthej faqet diellit. Ndërkohë që dielli bën atë funksionin e vet të ngrohjes vazhdueshme. Nëse hëna nuk do t'ishte, toka nuk do rrotullohej dhe dielli do binte gjithmonë në një krah të tokës. Njëri krah i tokës do ishte në temperaturë 500-600 gradë, krahu tjetër do të ishte në akull. Pra, në sistemin diellor, që kur është krijuar, që kur ka lindur jeta në tokë, që në atë moment hëna ka qenë aty si satelit i tokës. Por hëna është krijuar pas përplasjes si një planeti tjetër me tokën, dhe pjesa e mbetur e planetit që u përplasën, se u përplasën 2 planet, sipas shkencëtarëve, krijoi atë që quhet hënë, por ka qenë një bekim për tokën se bën rrotullimin e tokës. Këtë bekim për shembull nuk e ka Venusi. Nëse në Venusi do kishte një hënë të vogël që të mund ta rrotullonte Venusin rreth diellit, do krijoheshin kushtet për jetë edhe në Venus.
gjë që nuk e ka dhe njëra anë e Venusit është shumë e nxehtë, ana tjetër është shumë e ftohtë. Pra jemi në shkencën e fizikës. Dëgjoj, inxhinieri, ai që universi dhe materia është inteligjente dhe ka një organizim perfekt dhe ka një inteligjencë organizimi sepse çdo gjë funksionon në perfeksion. Dhe nuk është thjesht ai inxhinieri që ne e quajmë Zot ose natyrë që ka ndërtuar universin, po që ka arrit ndërtoj edhe njeriun, sepse edhe njeriu është krijesë e krijuar me inteligjencë, por se me inteligjencë janë krijuar të gjitha ato kafshët toksore, por njeriu është krijuar me inteligjencë edhe i është dhënë një inteligjencë te koka, ka qenë sigurisht nuk ka qenë e rastësishme dhe ka qenë gjëja më e bukur që është krijuar ndonjëherë, sepse nëse nuk do kishte univers, do kishte boshsi, dhe boshsia është monotoni dhe shumë e trisht. Prandaj duhet i shohim gjërat me unë dakord jam për atë që siç thotë Roland Barthes që edhe mitet nisen nga një bazë reale, sepse nuk mund të lindi miti nëse nuk ndodh një ngjarje. Por mitet janë shumë të bukura, edhe mitet e sumerëve, edhe mitet e grekëve, grekëve ilirëve të jugut, si themi ne, ose grekëve janë të bukura edhe mitet latine të bukura, edhe mitet e popujve të tjerë, ka edhe mitet popujve primitiv janë shumë të bukura, por në shkencë ka një metodologji që do t'i qëndrosh strikt si në shkencën e fizikës edhe të gjuhësisë. Miti na shërben për informacion, por duhet ta vërtetojmë diçka në 3 burime që të jetë shkencore. Në fakt unë përdor për studimet e mia gjuhësore përdor parimin e 3 ose 4 burimeve. Nëse kam një burim të vetëm, nuk e them me siguri. Masi jam siguruar me 3-4 burime, 3-4 informacione shumë të rëndësishme, i shpalos gjërat dhe flas për gjuhën shqipe. Dhe ky ka qenë suksesi që vepra ime është pranuar në shkencërisht në këto akademitë perëndimore. Megjithatë, unë do t'ju them një gjë. Mbani mend diçka, siç thotë që mohuesit më të mëdhenj të Zotit, ata që e mohojnë vazhdimisht, në fakt e pohojnë Zotin vazhdimisht, sepse nuk mund të humbi dikush, një njeri kohë, një filozof të humbi kohë, duke mohuar diçka që nuk ekziston. Do të thonë, përderisa ata këmbgulin që Zoti nuk ekziston, në të vërtetë ata pohojnë Zotin çdo moment. Zoti është niveli 3 në djenin që kam unë në hierarkinë e krijimit, është fusha akashike e ndërgjegjes që është e para. E dyta është dituria që është Sofia, e treti është Zoti që ka krijuar botën materiale që quhet ndryshe demiurg. Ka dhe një nivel tjetër dhe pastaj vjen po këto janë gjëra të tjera. Fizika e ka zgjidhur shumë thjesht. Ju Albert i shikoni në 3 burime, po unë them që duhet i shikosh një çik dhe në burimin e konspiracionit, sepse aty mund të gjesh shumë të vërteta. Në lidhje me ndërtimin e universit, unë kam ato shpjegimet e mia që s'dua t'i përsërit këtu, si është ndërtuar dhe vetëm desha që ta mbyll mendimin tuaj. Që ta mbyll. Ky është mendimi im. Ajo që dua të them është që lufta që më ndërpreve që pari, lufta e Aleksandrit në lindje ishte lufta mes pasardhësve të Pellazgëve, pra të gjeneratës së 4 me gjeneratën e 5 që ishin sumerianët dhe popujt e tjerë, kishte edhe popujt gjeneratës së 4 në lindje, siç ishin kinezët, edhe turqit, popujt turanik janë ratës i gjeneratës së 4, si pas shpjegimeve që bën Madame Elena Blavatsky, edhe fenikasit janë semitët e gjeneratës së 4, dhe
lufta e Aleksandrit nuk ishte gjë tjetër veç se një luftë për t'ju treguar këtyre ardhacakëve mbas rivendosjes së madhe që i shkryuar, pra sumerianëve, që sidomos me luftën me Darin e Persis, ishte që t'ju tregonte që këtu zotër të vjetër jemi ne dhe ne do t'jemi përsëri zotër. Fatkeqësisht Aleksandri vdiq i ri në moshën 33 vjeçare, kur ai filloi të rindërtonte një botë të re, dhe fuqia e Pelazgëve ra dhe në këtë kohë filloi të ndërtoheshe Ilirët. Ilirët, për mendimin tim, janë një bashkim i Pelazgëve të gjeneratës së 4, të cilët janë Dorët dhe Jonët, dhe gjeneratës së 5 që janë Sumerianët, nga të cilët rrjedhin Dardanët dhe Albanët, të cilët janë gjenerata e 5 dhe të përzierë me Dorët dhe me Jonët krijuan Ilirët. Ky është mendimi im. Ndoshta e kam gabim dhe them që të mos debatojmë më për këtë, po ta mbyllim sepse koha nuk na premton. Nëse ke dëshirë, mund ta vazhdojmë në një bisedë tjetër për këtë temë. Mund ta bëjmë edhe një bisedë mbi. Po, ti je mbret në atë mbretërinë tënde të gjuhësisë, ku në mikro, në mënyrë shkencore, ke arritur të zbulosh lidhjet midis gjuhëve, ku janë të përfshira sigurisht gjenerata e 4, ku është Shqipja dhe gjuha më e vjetër me gjeneratën e 5 dhe mbrapa. Inderuar Fredi, Pelazgët janë akoma gjallë, sepse sigurisht janë. Janë akoma gjallë dhe du ta dish që dallohen dhe nga Kafka. Perëndoria Pelazgë është akoma gjallë, është perëndoria anglo-amerikane, sepse emri që kanë anglezët, du të kemi parasysh që në Shqipëri, në rreth liçenit të Orit, kanë jetuar enkeledët, dhe enkel në gjuhën gjermanike është angel, engjëjt e lindur. Dhe enkel ka dhënë, përveç fjalës enkel që ka dhënë gjermanisht, ka dhënë edhe angli, nga vjen emri Angli, dhe anglezët janë pasardhës direkt rrjedhin nga enkeledët. Duhet kesh ka pasur 2 shtektime, ka qenë Albina e para, mbretëresha e kohës matriarkatit që është vendosur në Angli, dhe më pas ka shkuar edhe Briti, që ka dhënë emrin Britani, është vendosur në Angli. Pastaj kanë shkuar sërish herën e tretë, kanë shkuar si pushtues, por edhe për të unifikuar mbretërinë pelazgjike kanë qenë romakët, dhe romakët kanë qenë gjithë fiset e Italisë janë fise legionet shqiptare kanë qenë ato që po legionet shqiptare, po edhe italianët, nëse e merr gjuhën italisht dhe merr fjalët e gjuhës italiane dhe i ndan rrokje, janë tok fjalsha të gegnishtes. Kështu që Pelazgët janë, por janë të ndarë në shumë popuj, kanë krijuar shumë gjuhë, por Pelazgët janë në kulmin e forcës tyre me perëndorinë amerikane. Kështu që nuk mund të them unë që ne prandaj respektohemi pak nga amerikanët, për arsye se amerikanët kanë rënë në dokumenta që vërtetojnë që burimi i tyre është pikërisht ajo zona e Ohrit, ai liçeni aty, ata enkeledët, ata ilirianët. Aty ka lindur Kadmi që ka bërë shkrimin. Pra, në një farë mënyrë civilizimi vazhdon në format e veta, dhe ne po diskutojmë tani çështjen që ta ruajmë gjuhën origjinale të Pelazgëve, këtë shqipen ton, edhe ta trashëgojmë brez pas brezi, mos e humbim burimin origjinal, por binte Pelazgëve janë gjithkund në botë. Mund t'ju them që edhe gjermanët janë Pelazg, edhe italianët Pelazg, edhe spanjollët Pelazg. Pra, por për arsye gjeografike, gjuhën e tyre e kanë emërtuar indo-europiane, që të mos i ngelet qefi ndaj populli që po favorizohet një popull në drejtim një populli tjetër. Megjithatë, unë do të them që emisionet që bën ti për këto në emisionet që bën ti për këto konspiracionet janë shumë interesante dhe kanë bukurinë e tyre. Ky është arti, kjo është jeta njerëzore, dhe gjithsecili kontribon në mënyrën e vet të bukur për diçka
në jetën e popullit vet, por edhe në jetën e species vet dhe unë e ti kontribojmë bashkarisht dhe këtu është e bukura se ne mendojmë ndryshe dhe perceptojmë ndryshe. Po të perceptonim gjitha gjërat njësoj, atëherë këtu do bini monotoni. Po. Pra, kur konceptojmë ndryshe, ne kemi çfarë shkëmbejmë. Kështu që unë kam kënaqësi të diskutoj edhe për konspiracionet, edhe për mitologjinë edhe për gjuhën. Mirë, faleminderit Albert për këtë ndërhyrje të bukur në fund. Tash mendoj ta mbyllim sepse edhe koha ka ikur gjatë dhe mos i mërzitim ndjekësit tanë. Të uroj natën e mirë Albert dhe njerë të nderuar shikues, ju kujtoj që ti bëni një klik aty ku thot subscribe ose abonohu ata që e kanë në shqip, nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim në emisionet e radhës.